Në njësinë administrative Lumas u zhvillua një takim me strukturat e emergjencave civile në kuadër të masave parandaluese për sezonin veror, kur temperaturat e larta rrisin rrezikun për zjarre dhe situata emergjente. Takimi u organizua nga Bashkia Kuçov dhe mblodhi drejtues të institucioneve vendore, përfaqësues të njësisë administrative Lumas, kryetar fshatrash vullnetar nga të gjitha fshatrat e zonës, përfaqësues të drejtorisë së bujqësisë, emergjencave civile dhe sektorit zjarfikës. Aktiviteti u zhvillua në kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë Kuçov Kreshnik Hajdari, me pjesëmarrjen e përgjegjësit e emergjencave civile Fatmir Doksani, drejtuesit e sektorit zjarfikës për Bashkinë Kuçov, Teodor Martini, si edhe drejtuesit e njësisë administrative Lumas, Ardian Çilaj, e drejtori i bujqësisë pranë Bashkisë Kuçov, zoti Nazmi Suli. Njësia administrative Lumas përbëhet nga 13 fshatra kodrinor me rreth 6.000 banor. Rreth 90% e sipërfaqes bujqësore është e mbjellë me ullinj, ndaj territori përfshin rreth 3400 hektar pyje, duke bërë zonën veçanërisht të ndjeshme ndaj rrezikut të zjarreve gjatë stinës së verës. Në fjalën e tij përshëndetëse, drejtuesi i njësisë administrative Lumas, Ardian Çilaj, falenderoi kryetarët e fshatrave, vullnetarët e strukturat e përfshira në menaxhimin e emergjencave, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe gatishmërisë maksimale për përballimin e çdo situate të mundshme gjatë muajve të verës. Në sensibilizimin e popullatës për masat e mëdha kundra zjarrit për sezonin e verës që po vjen. Temperaturat e larta përsa kanë filluar, edhe duhet ne kemi një përvojë të mirë gjatë viteve të kaluara, domethënë në rendin e zjarrit, përveç vjet patëm tre raste një në Luzaj, një në Sinec dhe një në Mëndrak, po falë grupeve që kemi të organizuara në skuadrat sipas fshatrave të vullnetarëve, i neutralizuar momente këto. Edhe si vitet e para, detyra jonë, si kryepleq, si administrat, si punëtor kryorësh, si skuadra e rujtjes kundër zjarrit, është faza e parë e sensibilizimit, që do të thotë që nëse neutralizojmë kjo periudhë, sipas ligjit është ndaluar për ndezjen e zjarreve, nëse ne jo bëjmë të qartë njerëzve, jemi vetëm mbrojtur nga ato pjesë të tjera. Më pas fjalën e mori drejtuesi i sektorit zjarfikës të Bashkisë Kuçov, Teodor Martini. Ai vlerësoi bashkëpunimin mes njësisë administrative Lumas dhe kryetarëve të fshatrave, duke theksuar se kjo zonë nuk ka patur probleme me zjarret gjatë vitit të kaluar. Megjithatë, ai kërkoi vigjilencë maksimale nga qytetarët e drejtuesit pasi sezoni veror sapo ka nisur. Masa e parandalimit shumë efektive në parandalimin e zjarrit për mos ketë përhapje, sepse na ndihmon shumë dhe neve si stacion që të vimë më afër jush. Prandaj edhe paralajmërimi i parë duhet të jetë nga turistët që shënojnë emra që i kemi aty. Sinjali i parë është shumë i rëndësishëm. Bashkëpunimi që ka qenë shumë i mirë me zonën tuaj, me administrimin Lumas, është shumë i mirë në krahasim me ato të tjera. Jeni për të falenderuar. Po desha të thosha një gjë, ka dalë një urdhër nga ministri që ndezja e zjarrit pa pavarësisht se shtuar masë e gjobës është bërë edhe me penalitet, me vepër penale me burg. Kështu që ne duhet të përhapim këtë frym sot edhe tek ta kolegët dhe tek bashkëtarët e tjerë që ta parandalojmë ndezjen e zjarrit, kujdes kur i disni ato vatrat e vogla dhe ikni, domethënë pa i fikur largojeni, neglizhoni, ato mund të marrin si barut nga poshtë, ju dini shumë se janë pemët, ato pishat nga poshtë që marrin si dalin. Dhe e rëndësishmja është që këto numra që folim të kontaktit të jenë vigjilent në rast se mos na vgafshin kur po do na duhen. Aktiviteti vijoi me një bashkëbisedim me të pranishmit ku u diskutua rreth situatës së zjarreve. Në fund fjalën përmbyllëse mori përgjegjësi i emergjencave civile në Bashkinë Kuçov, zoti Fatmir Doksani. Ai falenderoi për bashkëpunimin mes qytetarëve, drejtuesve të njësisë dhe kryetarëve të fshatrave, si edhe për mbështetjen që jep Bashkia Kuçov në rastet e zjarreve. Gjithashtu, ai bëri të ditur se edhe këtë sezon qytetarët do të informohen përmes broshurave dhe njoftimeve mbi masat që duhen marrë në rast të zjarri. Ky është takim i Komisionit Zyrtar të Emergjencave Civile strukturoj marrë pjesë në rastet e zjarreve në Pyje dhe Kullor. Kjo është në zbatim të ligjit 45/2019 për emergjencën civile, si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 329 datë 6/5/2012. Tani më administratori arti, ju keni një përvojë të mirë si njësi administrative,